Rikthehemi në studio, ndërkohë që reforma territoriale do të jetë në qendër të këtij diskutimi me Luciano Boçi nga Fronti Demokrat. Faleminderit që jemi këtu. Kënaqësi. Reforma territoriale dhe ajo zgjedhore duket se ka qenë në qendër të vëmendjes së opinionit publik, por edhe medias, për shkak se herë keni patur paqartësi, nuk keni qenë dakord, por duket se po gjeni dhe gjuhën e përbashkët për të mirën e qytetarëve dhe në funditës që këto komisione të përfundojnë në momentet më të mira të mundshme. Çfarë po ndodh sot me reformën territoriale, në cilin stat të punës jeni? Tani jemi larg gjuhës përbashkët, kemi pozicionet tona, jemi pjesë të komisioneve ku paraqisim qëndrimet tona, bëjmë analizat tona dhe patjetër që kemi dhe alternativat, cilat kanë marrë atë formën e tyre, të shtyra në fakt nga prononcimi politik i Partisë Socialiste dhe që morën dhe një përgjigje nga ana e Partisë Demokratike. Kemi startuar dëgjesat me Ministrin e Pushtetit Vendor për të pasur një ide dhe publiku dhe ne se ku synon qeveria, pse qeveria e ndërmori këtë hap nëpërmjet parlamentit, sepse nuk është vetëm parlamenti, është qeveria kryesore, shtytësa kryesore, dhe çfarë koncepti ka në fund fare, ku do të arri. Shtrati nga ne interpretohet si dështimi i reformës 2015-s. Kjo është e vërteta. Shqipëria është populluar për shkak mungesës shërbimeve. Shqiptarët në pushtetin lokal nuk janë përfaqësuar, kemi diskriminim midis bashkive, kemi diskriminime brenda bashkive dhe kemi centralizim të qeverisjes vendore, kemi mungesë të autonomisë financiare tyre dhe mungesë kompetencash. Ndërkohë që ligji organik i pushtetit lokal parashikonte që bashkitë ishin pajisur që në vitin 2015 me 42 funksione. Dhe në këtë rast pikërisht unë këtë doja dhe opinioni këtë donte dinte dhe nga ministri. Pse u ndërmor kjo reformë? Sepse ne dëgjuam që ishte sukses. Atëherë kur është sukses, bëjnë ndërhyrje ligjore. Ndërhyrje ligjore ka kompetencat, i ka qeveria, kanë shumicën e tyre të bashkive, kanë ndërveprim me njëra tjetrën dhe të rregullonin pikat caktuara të sistemit që nuk pas ka funksionuar brenda këtij suksesi në thonjzat madh të qeverisjes vendore. Por faktet në fakt që u përplasën në komision, që u dhanë bindshëm dhe u pasqyruan bindshëm nga antarët deputet të Partisë Demokratike, treguan qartazi që jemi para një dështimi total dhe që duhet modifikuar. Dështimi sigurisht lidhet me funksionalitetin, me ndërhyrjet e pushtetit qendror dhe me ndërhyrjet ligjore të marrjes kompetencave, sikurse pamundësinë që sot bashkitë kanë për t'i shërbyer qytetarit për arsye financiare, të largësisë nga territori, apo të pamundësisë burimeve njerëzore që shumë i shprehin që nuk i kanë, apo dhe të atyre keqpërdorimeve që kanë ndodhur me investimet, me punësimet, u tha që do kurseshin 80 milionë euro nga 2015, që këto para do kalonin në pjesën e investimeve dhe që numri i të punësuarve për shkak pushtetit lokal do binte, ndërkohë që është habitshëm rritur dhe dyfishuar gati. Dhe nuk pash një qëllimësi reale të brendshme të funksionalitetit. Qëllimi në fakt është politik, i shprehur në atë pjesën e mbledhjes grupit parlamentar. Synimi i tyre është zvoglimi i numrit bashkive. Do thënë, kjo është absurde, sepse zvoglosh numrin e bashkive, duke u mbështetur në një model nordik, model i huazuar, jo i studiuar për tregun dhe për territorin tonë? I huazuar, po ka diferenca shumë të madhe. Ja, po ja, vetëm një diferencë shumë pikante dhe shumë, domethënëse. Suedia, nga 2004 deri kur ka bërë reformën e fundit, ka shtuar, në fakt, po me gishtat e dorës, se ka pak njësi bashkiake, në fakt ka shtuar, po nuk ka rëndësi kjo. I ka të mëdhaja, por ka një parametër shumë themelor që është parametër evropian, që duhet respektuar në raport që ka qytetari me bashkinë cilën ai ka si pjesë të pushtetit vendor. Dhe kjo përcakton një distancë kohore të mbritjes së qytetarit në qendër. Suedia e ka këtë, pavarësisht territorit ndoshta dhe më të gjerë se sa Shqipëria, sepse ka rrjet rrugor dhe ky standard është 60 minuta. Pra standardi evropian është që një bashki
qytetarin në fund fare duhet ta ketë aksesibilitetin e tij me qendrën në 60 minuta me transport urban, transport publik apo transport personal, nuk ka rëndësi fare. Se këto dy ne nuk i kemi në bashki fare. Mjafton ky. Dhe ky model nuk mund të merret sepse ti sot e ke mesataren 120 minuta largësinë e qytetarit nga qendra e bashkisë. Dhe kjo mu më duket më thënë që është shumë thelbësore në atë se si ti e koncepton marrëdhënien e qytetarit me qendrën bashkiake. Në atë që ka propozuar Partia Socialiste, kur ju keni, më themi, shfaqur projektin tuaj, sa janë marrë parasysh, sa janë marrë në konsiderat? A kanë marrë elemente nga ju që i kanë parë element pozitiv që mund të shtohen, apo kanë qenë radikal në qëndrimet e tyre? Prandaj jemi në pozicione të ndryshme. Unë jom kot shpjegova edhe qëllimësin, pra qëllimësia nuk ka të bëj me autonomi financiare, nuk ka të bëj me decentralizimin, ka të bëj thjesht me krijimin e një harte të re nga ana Partisë Socialiste, që shton kontrollin central të qeverisë në pushtetin lokal. Sot në Shqipëri të gjithë e din postulatin, kush ka pushtetin lokal, fiton edhe zgjedhjet politike, sepse ndodh ajo që s'duhet ndodh. Sa po fitohen zgjedhjet lokale, shërbimi nuk shkon tek qytetari, po shkon tek zyra e partisë. Në bazë të shërbimit bëhet punësimi, investimi, lufta politike, rigjide në territore caktuara, dhe kjo krijon pastaj atë kaosin e pushtetit vendor, ndërkohë që politikisht qëllimi i pushtetit vendor shumë i qartë, të grumbulloj vota në shërbim të pushtetit qendror dhe anasjeltas kur janë në zgjedhjet në pushtetin vendor, e gjithë qeveria me fondet, me njerëzit, me ministrit, me investimet, me burimet, me bandat është e fokusuar tek marrja e pushtetit lokal. Dhe ne kemi diskutuar këtu, dhe është absurde, me qënë se unë kam provuar t'jem edhe ngarë, dhe ajo shpreja e famshme e kryeministrit që thoshte nëse fiton një i djathtë, unë nuk do të çoj asnjë para. Ja pra ku qeka dhe çelësi i rregullimit pushtetit lokal. Ka ndodhur sepse bashkitë e djathta diskriminohen sot edhe në raport me grantin që marrin nga qeverisja. Kjo ndodh. Edhe projektet që i marrin nuk i marrin të plota, i marrin të tjerë dhe AZBR-ja apo fonde që vinë nga qeveria, nga Fondi i Zhvillimit Shqiptar, apo të tjera alternativa me cilat ka marrëdhënie pushteti lokal janë fokusuara tek bashkitë e majta, janë shumë, por gjitha shkojnë ke bashkitë e majta dhe kjo është e vërtet. Ja pra ku është çelësi, ke mbulimi politik rigjid që ka qeverisja lokale nga qeverisja qendrore. Dhe po të marrë dhe një element tjetër, sepse kjo është më dukshme për publikun, është pjesa e padukshme për publikun. Unë parë theksova që ligji organik përcaktonte dhe përcakton 42 funksione, aq janë gjitha funksionet e pushtetit vendor.